Edicioni festiv nuk do të kishte si ndryshe të fillonte edhe pa një këngëtar I cili ka lënë gjurmë në vendin ton, por jo vetëm. Është pikërisht Shpëtim Mustafa, të cilin e kemi sot prezent këtu në studio së bashku dhe që do të na gjallëron studion me muzikë dritëror. Sigurisht, Valbono sigurisht që do na gjallëron. Është një këngëtar, është një artist, është një njeri që ka kënduar dashurisë jashtëzakonisht shumë, por edhe kur dashuria mund të themi që nuk ka kthyer mesazhet. Pse thua ashtu, mendoj që nuk kam ndodhur. Roma dhe gëzuar. Kemi patur kështu raste që dashuria ti ka kthyer mesazhet apo jo? E ka përfunduar atë stoni, besoj, ë? Unë jam I përgatitur gjithmonë. Ne e rikujtojmë ato të kaluara tash. Thjesht marr frymë thellë dhe e te kaloj. Po. Jo një zgjidhje shumë e mirë dhe një këshill për të gjithë ata të cilët nuk mund t'i te kalojnë gjërat, thjesht me një frymarrje, kalojmë në anën tjetër. Është shumë e mirë. Teknika më e mirë. Frymarrja e thellë dhe lëshon dhe zhvillojmë diafragmën si e më mirë. Diafragma është e mirë për shëndet. Do të nga dhe largojmë energji negative, aman ta lëm në vitin që po lëm pas. 2026. Po më thuaj, Shpëtim, si ishte ky vit për ty? E di që ke pasur shumë arritje të mëdha, jam shumë e bindur që ke arritur ato suksese që I ke dashur për këtë vit, mirë po na shpalës pak më shumë se a ka qenë sfidues ky vit, do dëshiroj që të përsëritej energjia e njëjtë vitit apo do doje diçka edhe më shumë për vitin 2026? Atëherë ky vit ka qenë një vit mjaft dinamik për mua, si me aktivitete të mbrëmjeve live, koncerte të ndryshme, koncerte të muzikës klasike, punë e tjerë, por unë jam person që më pëlqejnë sfidat gjithmonë dhe gjithmonë jam në luftë me vetveten, I shty ata kufit e sfidave që I kam pas më herët, mundohem gjithmonë ta sfidoj veten më tepër dhe besoj se kështu do të vazhdoj edhe në vitin e ardhshëm. Do të thënë shkallë, çdo vit më shumë, më mirë, më mirë. Në ngjitje. Dhe unë jam shumë e sigurt që edhe ky vit do të sjellë shumë projekte të ndryshme. A mund të na shpalosësh diçka? Kemi edhe shumë këngë autoriale nga ti, mirë pa presim diçka. Të paktën këtë fillim vit të vitit 2026. Po, këtë fillim vit do t'i publikoj në muajin janar ose eventualisht shkurt, 2 këngë autoriale, të cilët tashmë I kam gati dhe tash pas të kalojnë këta festat e vitit të ri. Dhe pastaj do dalë me premiera të këngëve të reja. Do t'i realizoj edhe spotet dhe do t'i publikoj shumë shpejt. Atëherë unë do të prezantoj edhe bendin e grupit të Shpëtimit, pra konkretisht në bendin tuaj marrin pjesë Gazmend Arifi, Çifteli, Betim Mustafa Kajon, Fatlum Aliu në sint edhe kitarist dhe solist Shpëtim Mustafa. Unë do doja. Producent. Po edhe producent tash. Më thuaj, viti 2025 sigurisht që po e lëm pas, me siguri që ka patur ato baticat, vështirësit. A ke patur në një moment që të thua, bëllë u lodha. E ka në përgjithësi artistë në një. Shpesh ka ndodhur. Ato ndodhen shpesh. Ka shumë raste, këto raste ndodhin zakonisht kur kemi aktivitete të shumta, njëra pas tjetrës. Ka pas raste që kemi pas 5 data të një pas njëshme dhe kur afrohet e 4-ta e 5-ta, bindesh dhe I thua vetes ti mbaroj këto dhe kaq ishte do ta lëm muzikën. Por të nesër me zgjohemi të nesërmen pushon dhe ndryshon perspektivën dhe reflekton ndryshe dhe normal vazhdoj. Sa interesante është. Sa e bukur është kjo bota e artit miqtë. Është e vështirë të është shumë e vështirë, por I ka këta dëshira. Janë mundime të lezetshme. Janë të këndshme, sigurisht. Shpëtim të kemi parë në shumë ahengje të ndryshme, të kemi parë në evente, në koncerte klasike siç e përmende, po ashtu edhe të muzikës popullore. Më thuaj, cilat janë ato këngë që të përndjekin? Ndoshta ndonjëherë ti vrapon, mirë po ato të përndjekin nga pas. Atëherë nga cili stil më shumë? Janë këngët e vjetra, të cilat ne I përpunojmë me bendin dhe I rifreskojmë dhe I sjellim në verzione të ndryshme dhe këtë na e ka konfirmuar edhe publiku, të cilët I kërkojnë shumë dhe I kërkojnë gjatë gjithë kohës që jemi në përmbrëmje, në për koncerte dhe kjo do të thosha është ajo brendi im I muzikës që unë e bëj. Mund ta quajmë si një vulë e jotja për momentin që ti flasim për aranxhimet e tia personale, kupton, domethënë është vetë stili që ti jep në fakt jetë këngës. Dhe kjo më bën në fakt shumë të lumtur sepse është I veçantë. Unë kam edhe një pyetje me thonë. Kam dëgjuar që Shpëtimi e ka një vesh absolut. Dhe gjithmonë tek këta personazhe që e kanë veshin absolut, asnjëherë nuk janë të kënaqur për të tjerëve. Pse ndodhen kjo? Sakt se ke dëgjuar. Jo, e kam dëgjuar, sepse më kanë thënë. Jo vetëm prej tjerëve, po edhe prej vetes, sepse gjithmonë kur dëgjojmë diçka, gjithmonë të vjen një ide pasi që realizon diçka,
të lind një ide se si do të mundeshe ta Si bërë më do mirë, dhe gjithmonë ekziston një ide e re e cila do të jetë më e mirë se ajo paraprakja dhe kjo më mundon gjatë gjithë kohës, por edhe më pëlqen në një farë Është shumë e mënyre. vështirë, është në fakt mund të them kështu fat në Në botën e fatkeqësi. muzikës, Në në fatkeqësi. në botën e muzikës në fakt është domethënë shumë e veçantë, ka është një vesh absolut mirë, por është edhe sfiduese, pasi që çdo tingull që ti dëgjon, domethënë ke një inspirim të vjen, ndoshta ke edhe 100% ta bëj një absolut nuk do gëzuar të një shafan, do të thosha relativ, por që edhe ajo nuk është e lehtë. Edhe një pyetje për fund për shpëtimin. Çfarë do kujtoje për këtë vitin që lam pas? Një gjë që s'do e kisha harruar, ose do doje ta harroje. Kuptimin e Kemi pa? mirë të fjalës apo në Çfarë do lloj një gjë që të ka lënë përshtypje interesante? Nuk e di, janë shumë, nuk mundem ta veçoj ndonjë, po janë momentet e ahengjeve private, sidomos familjare që organizohen, ku ne në momentin që shkojmë aty bëhemi pjesë e familjes dhe e vëm veten në një pozitë ku ja japim vetes për qënjen. detyrë komplet qënjen që t'ja argëtojmë sepse ndjehemi me borxh, sepse jemi për ato çaste sa jemi aty, jemi pjesë e familjes, kupton? Dhe kjo është një ndjenjë shumë e veçantë kur edhe familja e cila ka ahenjë ta jep atë afërsinë sikur të jesh pjesë e familjes dhe këtë do ta kisha Dhe veçuar. faleminderit shumë që je pjesë e familjes sonë sonte. Faleminderit juve. Ftofshin ahengje familjare Dhe gëzuar. gëzime. Miq të dashur, pas pak shpëtimi and band. The one and only. One and only. Gëzuar.